Bota po shkon ka individualja dhe këto e vrenë secili sot, gjitha në botës, është një farë tendence që edhe sistemi ekonomik, edhe organizimi i jetës të shkojë nga ka orientimi individual. Këtë individualizëm që cilin po jetojmë sot gjitha në botës, për të qenë sa ma jeger ky individualizëm, shoqënohet edhe me një tri gjëra tjera, të cilat janë një farforme, janë si lloj përcjellje këtij sistemi. E para është materializmi. Materializmi ideologjik i cili e mohon çdo gjë që nuk e përthekojnë shqisat. Dhe kur njeriu është materialist në këtë kuptim dhe me materializmin e tij shkputet prej çdo gjëje që ka të bëjë me besimin, me Zotin, me shpërblimin, me botën tjetër, sigurisht që individualizmi i tij pastaj shkon edhe e gërsohet dhe bëhet më i ashpër. Pra, individualizmin sot janë duke përcjell materializmi, është duke përcjell një ekonomi e tregut të lirë, pra ti mund me zhvillu paranë tonë dhe ekonominë pa tu përzi shteti, dhe e treta është një konsum, një farë tendence që me konsumu pa kufi. Ky konsumi, konsumi na ka bo që tendenca se cilit njeri me realizu egon e vetë, pa mendu për tjetrin, pa mendu për nevojat e tjetrit e kështu me radhë. Kur i kemi parasysh që ky individualizëm i sotëm, i cili përcjellet me materializëm, ekonomi e tregut lirë dhe konsum i jashtëzakonshëm, sigurisht që e bën këtë lloj individualizmi shumë të eger. Dhe kjo për fat keq ka filluar më vërejt edhe në familje, që shpeshherë, domethënë, edhe anëtarët e familjes nuk janë të gatshëm me i shërbyer ose me sakrifiku për njëri tjetrin.